Por kisha një pyetje sa i përket protestave në fakt që po mbahen dhe po zhvillohen, padyshim janë një formë demokratike zoti Boçi që çdo kush ka të drejtë të protestojë edhe një person i vetëm, por kur flasim për Partinë Demokratike, që është partia më e madhe, u bë goxha më shumë se një dekadë që është në opozitë. Edhe thirrjet janë të vazhdueshme dhe premtimet janë të mëdha, pra në çdo protestë jepen premtime shumë të mëdha, pra rrëzimi i regjimit siç e cilësoni, do largohet ky pushtet, por nuk ka ndodhur ashtu. Çfarë garancie ju jepni ju qytetarëve kur i ftoni në protesta të tilla që padyshim kërkojnë edhe një motiv, një konsum, sepse kanë edhe angazhimet e tyre të përditshme, pra përse duhet bashkohen përsëri ditën e sotme pas shumë e shumë protestave të tjera? Anila, unë nuk besoj që kjo është linja logjike e parashtrimit tuaj, besoj që është një shqetësim që ti e merr të induktuar nga prononcime që vinë në rrjetet sociale apo nga forma dhe parashtrime spinuara. Procesi i protestës nuk është një moment. Vetë protesta nuk është një buton që çdo opozitë ka në dorë dhe mund ta shtyp sa herë që ajo mendon që qeveria duhet largohet. Protestat janë një proces që gërshetohen edhe me veprimin e faktorëve dhe elementeve të tjerë. Patjetër që një opozitë mënyrën e ekzistencës saj politike e lidh me protestën. Është formë komunikuese thelbësore e ekzistencës së opozitës. Por nuk jemi në tipologjinë e këtyre protestave të tilla që janë forma të ekzistencës së opozitës, jemi në një tipologji tjetër proteste, sepse sot vërtet qytetarët kanë agjendat e tyre, kanë punët e tyre, por sot janë më të prekur se kurrë nga keqeverisja, sot janë të zbuluar para korrupsionit, sot janë pa mbrojtur nga drejtësia dhe nga shteti i tyre, dhe sot opozita patjetër që ka vërtetuar që denoncimet e saj, faktet dhe provat e saj, të vazhdueshme në 10 vite, ndaj qeverisë, ndaj Edi Ramës, janë më së vërteta dhe këtu kërkojnë një bashkëlidhje, një solidaritet bashkë me qytetarët në qëllim që të realizojnë atë që duhet sot. Nuk themi thjesht rrëzim politik i një qeverisje. Themi që kjo qeverisje duhet largohet sepse ajo po godet drejtësinë, po godet pluralizmin, demokracinë në thelbin dhe themelin e saj për gjatë shumë viteve dhe po godet mirëqenien e qytetarëve. Qytetarët në komunikimin që ne kemi pasur, mënyrën si e kanë përshfaqur zemërimin e tyre, janë të mirë kuptuar dhe e dinë shumë mirë që rruga thelbësore, themelore për rrëzimin e Ramës janë protestat, thash, që gërshetohen me element tjerë. Ne kemi shumë reagime ndërkombëtare ndaj Ramës. Rama është thirrur në Bruksel me qëllim që t'i hapi rrugë heqjes së imunitetit zonjës Balluku. Sot kemi raporte ndërkombëtare që tregojnë që Shqipëria është ekspozuar para korrupsionit si kurrë më parë. Sot kemi dhe reagime të tjera që